Një vajzë e bukur si Dolce, me një prani që në fillim u ndje fort, duket sikur sot është lënë në hije. Kur hyri për herë të parë, ajo arriti të bënte për vete shumë njerëz, publiku shqiptar e pasi një figurë të freskët, të natyrshme dhe me potencial për të qenë një nga personazhet më të spikatura të shtëpisë. Çdo fjalë e saj, çdo reagim, çdo buzëqeshje dukej se kishte peshë dhe ndikim, megjithatë, me kalimin e kohës, situata ndryshoi. Prania e vëllait të madh u bë gjithnjë e më dominuese, duke e lënë Dolcen disi në hije. Pa dashje, ajo filloi të perceptohej më pak si individ i pavarur dhe më shumë si motra e dikujt tjetër. Kjo ndikoi jo vetëm në mënyrën se si e shihnin banorët e tjerë, por edhe në mënyrën se si ajo vetë u pozicionua brenda lojës. Në fillim, Grande Fratello ishte një skenë ku ajo shkëlqeu. Ishte aktive, e përfshirë në biseda, pjesë e dinamikave dhe gjithmonë e pranishme. Tani, sipas asaj që vërejnë edhe banorët, ajo nuk është më aq e aktivizuar. Shpesh shihet duke qëndruar e tërhequr, duke pushuar ose duke fjetur, gjë që ka sjellë edhe komente të drejtpërdrejta, si ajo e Labinotit që ja vë në dukje këtë pasivitet. Kjo gjendje ngre shumë pikpyetje: a është lodhje, a është strategji, apo thjesht ndjenja se nuk ka më hapësirë për të shprehur veten si më parë? Në një ambient ku çdo lëvizje analizohet dhe çdo mungesë vihet re, të qëndrosh në hije është pothuajse po aq e dukshme sa të jesh në qendër të vëmendjes. Megjithatë, Dolce mbetet një figurë me potencial. Bukuria, natyrshmëria dhe impakti që pati në fillim tregojnë se ajo ka ende shumë për të dhënë. Pyetja e vetme është nëse ajo do të zgjedhë të dalë sërish nga hija dhe të rikthejë vëmendjen te vetja, jo si motër apo si figurë dytësore, por si ajo vajza që dikur bëri për vete gjithë publikun.